Lajm tronditës është ndër nga jeta në moshën 40 vjeç këngëtari i njohur shqiptar Shpat Kasapi. Në një lajm që lë pa fjalë dashamirësit e muzikës, Shpat Kasapi, emër i njohur i skenës shqiptare, ka ndruar jetë në moshën 40 vjeç. Sipas raportimeve paraprake, shkaku i vdekjes ishte aresti kardiak. Shpat Kasapi u bë i njohur në fillim të viteve 2000. Ai solli në skenë disa këngë që shpejt u kthye në hite dhe u dashuruan nga publiku shqiptar dhe kosovar. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta në moshë kaq të re ka mbushur jetin me shumë fansa që shprehin trishtim dhe keqardhje, dhe nuk janë pak ata që ndihen të shokuar për faktin se si ai iku kaq papritur në mes të karrierës. Por kush ishte Shpat Kasapi? Shpat Kasapi lindi në 1 maj 1985 në Tetov. Ai u rit në një familje me traditë muzikore që i dha impulsin drejt artit. Karriera e tij nisi në fillim të viteve 2000 dhe shumë shpejt u bë një nga emrat më të njohur të skenës shqiptare dhe kosovare. Ai ishte aktiv si këngëtar dhe kompozitor. Me zërin dhe stilin e tij ai arriti të fitojë zemrat e publikut. Gjatë karrierës Shpati solli disa këngë të suksesshme, të cilat u bën mjaft të pëlqyera dhe mbeten ende të dëgjuara, për shembull Amdo, Valle Kosovare, Dashni pa limit, Aroma e saj. Po ashtu Kush të ndau prej meje, Falma e të tjera, të cilat kontribuan në popularitetin e tij tek publiku shqiptar. Përmes këngëve të tij, Shpati luajti rol në formimin e skenës pop rock shqiptar të fillim shekullit, duke sjell energji, melodi dhe që e lindni me ndjenjat e rinis dhe bashkëpunime tepër të suksesshme. Sipas mediave, Shpat Kasapi ka ndruar jetë në 26 nëntor 2025. Raportohet se shkaku ka qenë një arrest kardiak, ndërsa ngjarja ka ndodhur gjatë qëndrimit të tij në Itali. Vdekja e tij është pritur me shumë dhimbje për shkak se ai ishte ende aktiv dhe kishte shumë projekte në karrierë. Lajmi për ndarjen e tij nga jeta ka tronditur komunitetin e muzikës dhe publikun shqiptar më gjerë. Shumë fansa dhe kolegë kanë shprehur ngushëllime dhe keqardhje, duke kujtuar jo vetëm këngët dhe hapat e tij në karrierë, por edhe pakënaqësinë që i ka erdhi papritur. Le të mbetet për kujtim për të gjitha momentet që ai na solli me artin e tij, me zërin dhe me meloditë plot energji.